Nga 1 tetor i rriten pensionet, hyn në fuqi vendimi ja kategoritë që përfitojnë. Nga 1 tetor 2025 pensionet do të rriten në masën 2.5%. Qeveria ka miratuar vendimin e indeksimit të pensioneve për 721.398 pensionistë. Nga vendimi do të përfitojnë kategoritë e pensionit pleqërisë, invaliditetit, familjarët. Pjesa e vendimit do të jetë edhe për qytetarët cilët dalin në pension duke filluar nga data 1 tetor. Efektet financiare për zbatimin e këtij vendimi përllogëriten nën shumën 1.140 milion lekë, të cilat përballohen nga fondi për politikat e indeksimit pensioneve parashikuar në buxhetin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore.